Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh tensioni, diabeti dhe stomakut nëse hani një thelbi hudhër me stomakun bosh. Hudhra ka qenë e përdorur që prej 5000 vitesh në shumë kultura si një ilaç i fuqishëm. Hudhra stimulon sistemin imunitar dhe ndihmon trupin për të përballur me sëmundje të ndryshme. Hudhra është një ilaç i shkëlqyer dhe shpesh përdoret si një ndihmës i parë për sëmundjet ose si një masë parandaluese. Por çfarë ndodh nëse konsumoni një thelbi hudhër me stomakun bosh? Parandaloni komplikacionet. Ullumtimet kanë treguar se antibiotikët që gjenden te hudhra janë efektiv për të parandaluar sëmundjet nëse i konsumoni me stomakun bosh. Sipas Healthyside, hudhra ka veti antibiotiko natyral. Hudhra përmban më shumë se 400 përbërës të ndryshëm mineral dhe kjo është një zgjidhje e shkëlqyer në luftën kundër ftohjes, gripit dhe infeksioneve të tjera fungale. Përfitimet e konsumit të hudhrës me stomakun bosh janë të larta. Ajo ndihmon në zvogëlimin e niveleve të kolesterolit, ndihmon kundër plakjes së arterieve, forcon sistemin imunitar, vret mikrobet dhe bakteriet, mbron kundër sëmundjeve të zemrës, ul presionin e gjakut, ul rrezikun nga sulme në zemër duke parandaluar kështu mpiksjen e gjakut, vret qelizat e dëmshme të trurit, ndihmon edhe kundër proceseve të ndryshme të sistemit nervor. Hudhra është një zgjidhje e jashtëzakonshme ushqyese për të shtuar në dietën tuaj. Konsumi i saj vazhdimisht mund t'japë rezultate fantastike në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hudhra është e përdorur që në kohët e lashta si një ushqim që shëron dhjetra probleme. Ajo është e gjetur edhe në gatime të ndryshme të lashta. Nuk është rastësi që në kulturat e lashta kanë arritur të përfundojnë me hudhra për shkak të vetive të tyre shëndetësore. Edhe shkenca moderne po e shikon hudhrën si një lehtësues, një ushqim i fuqishëm që ndihmon në përmirësimin e trajtimeve të shumë problemeve shëndetësore. Në këtë video do të sjellim disa veti të pabesueshme që ka hudhra në shëndetin e njerëzit sipas Healthyside. E dimë që hudhra nuk mban një aromë dhe aq të pëlqyer, por efektet e saj janë të mëdha. Sugjerohet që të përdoret hudhra me qumësh që aroma e saj të mos jetë e lartë, ose të hani mollë, majdanoz dhe spinaq. Janë ushqime që largojnë aromën me shpejtësi. Hudhra është e mirë kundër problemeve të mushkërive. Konsumi 2 herë në javë i hudhrës gjatë një periudhe 7 vjeçare ka ulur me 44% rrezikun e problemeve të mushkërive, sipas një studimi të kryer në Azi. Duke u referuar këtij ullumtimi, sugjerohet të përdorni hudhrën në gatime sepse është një agent kimik që parandalon radikalet e lira. Hudhra parandalon problemet e trurit. Elementet që ndodhen te hudhra kanë veti shkatruese ndaj qelizave të dëmshme në tru. Shkencëtarët e Universitetit Mjekësor të Kalifornisë së Jugut citojnë hudhrën si një zgjidhje mjaft të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Hudhra është një antibiotik vërtet i fuqishëm. Hudhra ka një përbërës 100 herë më të fuqishëm se sa antibiotikët. Sipas një studimi të botuar në Journal of Chemotherapy Antibacterial, hudhra shkatron bakteriet që shkaktojnë edhe komplikacione. Hudhra do të mbrojë shëndetin e zemrës. Hudhra përmban kimikate që mbrojnë zemrën. Djali, një komponent i vaj të hudhrës, ndihmon në mbrojtjen e zemrës gjatë operacioneve kardiake edhe pas një sulmi në zemër. Pra, konsumi i hudhrës në dietën tuaj sigurisht do t'jap veti të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht aromës së saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme pothuajse në çdo vak, por gjithashtu është e rëndësishme për mirëqenien tuaj. Sipas WebMed do të tregojmë arsyet pse duhet të konsumoni hudhër me stomakun bosh. I mban edhe ëmbët e shëndetshëm. Ullumtimet kanë treguar se hudhra është një trajtim i mirë antiviral për inflamacionin e mushkërive dhe të dhëmbëve. Ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpullore. Ka veti antiplakje. Sipas ullumtimeve, hudhra është efektive kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar, sepse trupat tanë shndrojnë ushqimin dhe oksigjenin në energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast me këtë proces dhe do të shkatërrojë qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura bëhet më e butë dhe truri bëhet më i ngadalë. Kjo është pasojë e stresit oksidativ dhe në këto raste hudhra mund të jetë një shtesë e dobishme në dietën tuaj.
Era e kësaj bime bën që trupi të rrisë prodhimin e substancave në gjak që shkaktojnë edhe probleme të ngjashme. Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë pasi forcon edhe sistemin imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribuojë në shëndetin tonë është ditur prej shumë kohësh. Hudhra ka qenë e njohur ndër shekuj me radhë për vetitë që vepron kundër bakterieve, viruseve dhe kërpullave, për forcimin e sistemit imun duke konsumuar hudhër të papërpunuar. Duhet të prisni ose të shtypni hudhrën që të çlirojë edhe alicinën. Kjo substancë ka veti me përfitime të mira për shëndetin. Me gatimin e saj ju do të humbisni shumicën ndërmuese të alicinës. Hudhra është një produkt shumë i mirë në uljen e presionit të lartë të gjakut. Hudhra është një nga produktet të cilat ulin presionin e gjakut. Studime të shumta kanë treguar se marrja ditore e hudhrës mund të ketë efekte afatgjata në uljen e kolesterolit. Sigurisht që nëse keni të bëni me ndonjë sëmundje kardiovaskulare ose rritje të nivelit të kolesterolit, gjithmonë duhet të merrni këshillën e një specialisti mjekësor. Hudhra mund të ndikojë në rezultatin në tërësi, por jo të shërojë deri në fund. Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj dhe gjithashtu do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Ekspertët shëndetësorë thonë se ndër shekuj, hudhra është konsideruar si një ilaç i shenjtë dhe besohet se mund të trajtojë çdo problem, duke filluar nga e ftohura deri te komplikacionet e tjera. Hudhra është mjaft e dobishme për organizmin e njeriut, ja cilat janë disa nga vetitë e saj shëruese. Së pari, hudhra ka veti të fuqishme antibiotike dhe përdorimi i saj në mjekësinë tradicionale ka qenë edhe shpëtues i jetëve para se të përdoreshin edhe medikamente dhe të zbuloheshin ato. Disa analiza laboratorike kanë dëshmuar se alicina mund të vrasë edhe bakterie të ndryshme. Hudhra po ashtu na mbron kundër radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë shumë hudhër kanë më pak prirje që të preken nga sëmundje të ndryshme. Hudhra po ashtu mbron edhe kundër problemeve të zemrës pasi relakson enët e gjakut, duke reduktuar presionin e gjakut. Përbërësit e hudhrës edhe klinikisht kanë dëshmuar se ndihmojnë arterjet të pastrohen nga kolesteroli, si dhe e bën gjakun më pak të ngjitshëm dhe më pak të prirur që të krijojnë piksje. Antioksidantët që gjendet te hudhra janë të mirë edhe kundër bakterieve të këqija. Problemi me shumicën e antibiotikëve është se bakteriet krijojnë rezistencë ndaj tyre, por kjo nuk do të ndodhë me hudhrën. Hudhra është një produkt shumë i mirë kundër akneve. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm për të mbajtur lëkurën e pastër, por në fund rezultati është zhgënjyes. E kombinuar me produkte të tjera, hudhra mund të jetë shëruese mjaft e mirë edhe për lëkurën. Një thelpi hudhër në ditë përmirëson shëndetin tuaj, ndërsa 2 deri në 3 thelpi në ditë ju ndihmojnë të parandaloni edhe ftohjen. Kur e përdorni në ushqim, ju do të prisni deri në 10 minuta, pasi gatimi i saj mund të ofrojë edhe më shumë humbje të vlerave. Hudhra është një mundësi shumë e mirë kundër mpiksjes së gjakut. Provat klinike të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension kanë treguar se presioni i gjakut të vullnetarët është zvogëluar nga 1 deri në 5% pasi kanë marrë hudhër. Kjo mund të zvogëlojë shanset për goditje pra pika në tru me 30 deri në 40% dhe sëmundje të zemrës prej 20 deri në 25%. Hudhra është shumë të efektive kur shtypet dhe ndahet në pjesë, duke përdorur ashtu siç është. Hudhra do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit, ndaj edhe ekspertët këshillojnë përdorimin e saj. Nëse konsumohen në sasi të madhe, hudhra mund të lehtësojë gjithashtu edhe një sër problemesh, por mund të ketë edhe efektet e saj anësore, siç mund të jenë të përzirat, fryrjet, gazra dhe probleme me tretjen. Nëse keni një stomak të brisht, kujdesuni që hudhrën ta shoqëroni gjithmonë me ushqime të tjera. Përpos të tjerave, hudhra shkakton edhe erë të keqe të gojës dhe të trupit. Ajo mund të nxjisë lodhjen, marramendjen, dhimbje të kokës, uljen e sheqernave në gjak dhe mungesë oreksi, gjithmonë nëse e teproni me konsumin e saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.